Në këtë botë, ku gënjeshtra vesh kostumin e së vërtetës dhe buzëqeshjet janë shpesh maska që fshehin ligësinë, duhet të jesh i zgjuar. Nuk lindim të thyer, por janë përvojat dhe njerëzit që na formojnë, ose na dëmtojnë, mos i beso miqve, jo verbërisht. Sepse jo çdo njeri që të buzëqesh, të do. Jo çdo dorë që të përqafon, është aty për të mbrojtur. Ka nga ata që të përqafojnë vetëm për të ndjerë ku të godasin më fort. Mos i beso fjalëve që tingëllojnë bukur, shpesh janë thjesht mjalt për të fshehur helmin. Mos i beso syve që të shohin gjatë, ndonjëherë të sodisin jo me dashuri, por me smir, shpesh do ndihesh vetëm. Edhe kur rrethohesh nga turma. Shpesh do lëndohesh jo nga të huajt, por nga ata që i ke dashur më shumë. Nga ata që i ke ndihmuar pa kushte. Nga ata që i ke mbrojtur kur gjithë bota u kthye kundër tyre. Dhe në fund, ata do jenë të parët që do të flakin poshtë, të tradhtojnë, të harrojnë, por mos u thy. Sepse kjo nuk është fundi yt, kjo është fillesa jote. Kjo është prova që jeta të jep për të forcuar, për të zgjuar. Do kuptosh se jo çdo mik është vëlla, dhe jo çdo buzëqeshje është e pastër. Do mësosh të dallosh heshtjen që flet më shumë se mira fjalë. Do mësosh të vlerësosh ata që janë me ty në errësirë, jo vetëm në dritë. Zgjohu. Sepse forca jote nuk qëndron te numri i miqve që ke, por te guximi për të vazhduar edhe kur të gjithë të kthejnë shpinën. Ti je njeri i fortë. Ti nuk ke nevojë për turma që të duar trokasin. Ke nevojë për një zemër të pastër, për një mendje të kthjellët dhe për besim në vetvete, sepse në fund të ditës, ajo që të shpëton nuk është dashuria e të tjerëve, por dashuria që ke për veten. Mos u bëj i hidhur. Mos u bëj i fortë nga mlefi. Bëhu i fortë nga urtësia. Largoj ata që të lëndojnë, por mos i urre. Mëso të ecësh vetëm, por mos u bëj njeri i pa ndjenja. Sepse fuqia e vërtet qëndron te qetësia në zemër, jo te hakmarrja në shpirt, mos i beso miqve. Jo sepse nuk ekziston besimi. Por sepse besimi është i shenjtë dhe duhet t'ua japësh vetëm atyre që e meritojnë. Mos beso me sy mbyllur, beso me mendje të hapur dhe zemër të mençur, në këtë botë ku interesat shiten si dashuri dhe hipokrizia vesh maskën e mirësisë, ti mëso të bëhesh njeriu që dallon të vërtetën pas çdo fytyre. Dhe kur ta gjesh atë mikun e rrallë që s'të kërkon gjë, por që qëndron pranë në ditët më të vështira, atëherë e kupton, miqtë e vërtet nuk janë të shumtë, janë të shenjtë. Në një botë plot maska, si ta dallosh të vërtetën, në çdo shoqëri, çdo rreth, çdo ambient pune apo marrëdhënie personale, do të ndeshësh njerëz që nuk janë ata që duken. Disa janë të sjellshëm në dukje, por për brenda mbajnë zili, krenari apo agjenda të fshehta. Të tjerë të përqafojnë me njërën dorë, ndërsa me tjetrën të shpojnë me thik pas shpine, në një botë ku gënjeshtrat vishet me buzëqeshje dhe manipulimi fshihet pas kujdesit, të jesh në gjendje të dallosh një njeri të rrem është një fuqi e rrallë. Më poshtë do lexosh jo vetëm 5 shenja, por udhëzime të thella për të parë përtej maskës dhe për të mbrojtur veten. 1. Njeriu me shumë fytyra, kur personaliteti ndryshon sipas nevojës, ka njerëz që nuk kanë një personalitet, kanë një strategji. Ata janë të qeshur me shefin, të ftohtë me kolegun, të dashur me ty kur u duhen dhe të zhdukur kur nuk u shërben më. Ky është njeriu kameleon, nëse sheh dikë që sillet ndryshe me secilin, ndryshon sipas interesit, apo që të vlerëson vetëm kur i nevojitesh, ke përballë një person që se njeh ndershmërinë, këshilla praktike. Shiko si sillet me njerëzit që si duhen. A është korrekt me kamarierin, me pastruesin, me një njeri pa pushtet? Nëse jo, ai person nuk është i vërtetë. Ai luan për interes. 2. Njeriu që nuk lejon të hysh në botën e tij të vërtetë, një njeri i ndershëm është transparent. Ai nuk fshihet pas krenarisë. Ai pranon dobësinë. Por kur dikush e ndërton personalitetin mbi perfeksionin e rrem, ai nuk të tregon kur veten reale, njerëzit që s'ndajnë asgjë personale, që nuk flasin për gabimet e tyre, që nuk lën askënd të hyjë emocionalisht, janë shpesh ata që fshehin fytyrën e vërtetë sepse nuk duan të humbasin kontrollin.
Ata nuk janë të sinqertë, sepse janë të fiksuar pas imazhit. Kujdes, mos beso tek ideali. Njeriu real është kompleks. Ai ka dobësi, por e pranon. Ai gabon, por mban përgjegjësi. 3. Ata që gjithmonë janë viktima, por kur përgjegjës. Një nga maskat më të zakonshme është ajo e viktimës së përjetshme. Ata që të thonë të gjithë më kanë lënduar, askush nuk më kupton, gjithmonë i jap, por s'marr asgjë, në fillim ndoshta ndjen keqardhje. Por me kalimin e kohës do kuptosh që ata manipulojnë përmes fajit. Nëse ti përpiqesh të thuash diçka, ata preken. Nëse i largohesh, të bëjnë të ndihesh fajtor. E vërteta? Ata nuk janë viktima, ata janë mjeshtër manipulimi. Ata janë ekspert në të mbuluarit e vetes dhe në transferimin e fajit. Këshilla: çdo herë që ndihesh fajtor për diçka që se ke bërë, ndalo. Pyet veten, apo më përdor ky njeri emocionalisht? 4. Kur fjalët janë perfekte, por veprimet bosh, mos u mashtron nga fjalët e bukura. Dikush mund të thotë, të dua shumë, do jem gjithmonë këtu, je i rëndësishëm për mua, por në ditët e vështira, nuk janë. Kur u duhet të sakrifikojnë diçka për ty, zhduken. Kur ti u nevojitesh, të kërkojnë. Kur u duhet të japin, të harrojnë. Këta janë njerëzit që përdorin fjalët si kurth. Ata dinë çfarë të thuash, por nuk janë gati të bëjnë atë që thonë. Këshilla e artë: mos beso çfarë thot dikush për ty, vështro çfarë bën për ty. 5. Ata që të bëjnë të dyshosh tek vetja, por asnjëherë tek ata. Manipuluesit më të rrezikshëm nuk bërtasin. Nuk kërcënojnë, ata të bëjnë të dyshosh në gjykimin tënd. Ata nuk të thonë je gabim, por të pyesin je i sigurt. Ata nuk të kritikojnë direkt, por të thonë e ke menduar mirë këtë gjë? Derisa ti të humbasësh besimin në vetvete, nëse ndihesh gjithmonë konfuz, i pasigurt, i lënduar emocionalisht, ndoshta nuk je ti problemi. Ndoshta ke përballë një njeri që të shkatëron psikologjikisht me elegancë. Këshilla për shpëtim: njerëzit e mirë të bëjnë të ndihesh më i fortë. Njerëzit toksik të bëjnë të dyshosh në veten tënde. Mbaje mend këtë. Përfundim: zgjo instinktin, shiko përtej fytyrës, në një botë ku njerëzit shpesh shiten për ata që nuk janë. Vëmendja është mburoja më e fortë që ke. Mos i beso menjëherë të gjithëve. Jep kohë. Vëzhgo. Dëgjo atë që nuk thuhet. Ndi sinjalet, maskat bien. Por më mirë t'i shohësh vetë përpara se të lëndohesh. Sepse njeriu i sinqert nuk ka frikë të zbulohet. Njeriu i mirë nuk ka nevojë të fshihet. Dhe njeriu i vërtet nuk të bëhet barë për shpirtin, por mbështetje për shpirtin tënd.